Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini një lugë uthull molle para gjumit, shëron me njerë këto 7 probleme. Lajmet se uthulla është e shkëlqyer për shëndetin kanë marrë dhenë, por në fakt befasojeni çdo ditë me përfitimet që do të merrni prej tyre. Kur vjen puna tek uthulla ka gjithmonë një dilemë, e cila ka të bëjë kryesisht me kohën kur uthulla duhet të konsumohet. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e uthullës në mëngjes, mundësisht me stomakun bosh. Të tjerët betohen për të mirat që vijnë nga konsumi i uthullës së mollës edhe gjatë mbrëmjes. Në shumicën e rasteve, sistemi i tretës nuk arrin të përballojë diçka shumë më mirë se sa kafeja ose tërshëra, dhe kur bëhet fjalë për uthullën e mollës do të keni gjithashtu rezultate më të mira në këtë drejtim. Ekspertët bien dakord se ekstrakti i uthullës së mollës kryesisht mund të japë rezultate mjaft të mira në përballimin e këtyre situatave. Në këtë video, sipas health.com, do të listojmë të mirat që i vijnë trupit tuaj nga konsumi i uthullës së mollës, gjithmonë të tretur në një gotë me ujë. Uthulla e mollës mund të stabilizojë gjithashtu luhatjet e sheqerit. Studimet tregojnë se uthulla e mollës është jashtëzakonisht mirëbërëse për personat të cilët kanë luhatje të këtij problemi. Një studim i Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë gjedhe uthull molle të tretur në një gotë me ujë dhe pak djathë përpara gjumit së bashku me medikamentet kundër luhatjeve të sheqerit do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj ditën e nesërme. Uthulla e mollës do të lehtësojë fytyn e thatë. Gjatë stinës së ftohtë, gjasat që të prekeni nga simptomat të ftohjes ose të gripit do të shtohen dhe këto gjasa janë vërtet më të mëdha. Bakteriet përgjegjëse përkthejnë edhe fytyn e shkatruar nga aciditeti i uthullës së mollës. Elementët rekomandojnë përdorimin e uthullës së mollës si një nga mënyrat alternative më të mira në këtë drejtim dhe gjithashtu të japin rezultate më konkrete në menaxhimin e acarimeve të fytit dhe gjithashtu në përmirësimin e gjendjes suaj, citojnë ekspertët. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë pirjen e një gdhënjke uthull molle të tretur në një gotë me ujë para gjumit, që të keni gjithashtu edhe një lehtësi më të mirë të kollës në mëngjes. Ekspertët rekomandojnë që uthulla e mollës të konsumohet edhe në mbrëmje përpara gjumit. Sekreti një nate të qetë të gjumit të patrazuar mund të vijë nga përdorimi i uthullës së mollës. Një lugë gjedhe uthull molle e tretur në një gotë me ujë do të japë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt, duke ju ndihmuar të bëni një gjumë më të rehatshëm, të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet që shkaktojnë pagjumësi. Era e keqe mund të jetë e tmerrshme në mëngjes në gojen tuaj, gjë e cila mund të parandalohet me përdorimin e uthullës së mollës. Sekreti i një gjumi të qetë mund të lidhet gjithashtu edhe me largimin e erës së keqe të gojës. Nëse doni të merrni masa për të parandaluar këtë problem, duhet të pini një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë të paktën 2 orë përpara se të shkoni për të fjetur, e cila mund të japë rezultate të shkëlqyera në shkatrimin e erës së keqe të gojës dhe gjithashtu në rritjen e përfitimeve të mira. Uthulla e mollës do të zhbllokojë hundët. Pamundësia e të thithurit ajër përmes hundës është e tmerrshme. Uthulla ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundët dhe rrugët e frymëmarrjes sepse është e pasur me kalium, magnez, vitaminën A, B1, B2 dhe vitaminën E. Shtoni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe e pini atë ngadalë përpara se të shkoni për të fjetur. Uthulla e mollës është një stimulues shumë i mirë edhe i sistemit tuaj tretës. Nëse doni të merrni përfitime më të mira në këtë drejtim, atëherë uthulla e mollës do të japë rezultate të shkëlqyera për sistemin tretës. Nëse zgjoheni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin mund ta ketë edhe tretja. Ky lëng fantastik ndihmon në prodhimin më të mirë të shëndetit tretës dhe gjithashtu lehtëson problemet abdominale dhe problemet e urthit. Pini një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë përpara se të shkoni për të fjetur të paktën 2 orë përpara gjumit. Me gjithë këto të mira, uthulla e mollës do të jetë një aleat i çmuar i shëndetit tuaj tretës dhe mbi të gjitha do të japë rezultate të mira ushqyese edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve.
Uthulla e mollës nëse konsumohet çdo ditë dhe nëse nuk merrni medikamente të caktuara mund të jetë një zgjidhje produktive në ambientet tuaja të përgjithshme. Po pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi sipas Health.com konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu do të sjellë të mira për shëndetin tuaj, do të mbajë larg komplikacione dhe do të rrisë gjithashtu imunitetin. Uthulla e mollës ka përmbajtje të lartë të acideve organike të cilat përmirësojnë shëndetin e fytyrës dhe gjithashtu parandalojnë komplikacionet të tij. Nëse doni të keni një shëndet më të fortë, përfshirja e uthullës së mollës në dietën tuaj atëherë do të japë rezultate më të mira. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet gjithmonë në një filxhan me ujë përpara se të konsumohet dhe asnjëherë nga konsumi drejt për së drejtë nga shishja. Ekspertët këshillojnë që nëse merrni medikamente të caktuara para përdorimit të saj, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme. Por çfarë ndodh trupit tuaj nëse pini uthull molle çdo ditë? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër e cila mbron shëndetin e stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të pakësuara të saj, uthulla e mollës do të shërbejë si një laksativ mjaft i mirë në këtë drejtim. Do të mbajë larg gjithashtu edhe shqetësimet e konstipacionit. Sigurohuni që uthullën e mollës ta keni pjesë të dietave tuaja. Ajo do të përmirësojë edhe pAH-in. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pAH-it, veçanërisht të lëkurës dhe të flokut. Ju mund ta aplikoni në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke tretur me ujë për të marrë gjithashtu përfitimet më të mira. Uthulla e mollës është një mburojë shumë e mirë e shëndetit tuaj edhe kundër infeksioneve. Nëse shpesh vuani nga infeksionet të caktuara, atëherë pasurojeni dietën tuaj me përdorimin e uthullës së mollës. Uthulla e mollës do t'i japë një zgjidhje mjaft të mirë kundër infeksioneve mykotike, sidomos ato të lëkurës, duke i mbajtur më larg dhe gjithashtu duke sjellë rezultate më të mira ushqyese për shëndetin tuaj. Studime të ndryshme kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e rritjes së niveleve të sheqerit, por kjo gjë nuk do të thotë se mund të jetë një zgjidhje përfundimtare kundër këtij shqetësimi. Uthulla e mollës do të përmirësojë shëndetin tuaj dhe do të keni më pak toksina në organizëm. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjethe uthull molle në një gotë me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Uthulla e mollës do të përmirësojë gjithashtu edhe përshpejtimin e tretjes. Do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Kështu përfitimet ushqyese që do të keni nga konsumi i uthullës së mollës do ta bëjnë atë një nga zgjidhjet produktive më të rëndësishme në menaxhimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Sigurohuni që uthullën e mollës ta keni vazhdimisht pjesë të dietës suaj. Kështu do të keni përfitime të larmishme, sidomos në menaxhimin e shëndetit të përgjithshëm. Uthulla e mollës është një nga produktet e cila mund të gjejë përdorime më të mira për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës duhet të pihet sidomos e tretur në ujë. Nuk duhet të konsumohet pa e tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që shkakton dëme në ezofag dhe në stomak. Edhe ekspertët cilësojnë se duhet të prisni 30 minuta për të larë dhëmbët pasi keni pirë uthullën e mollës. Ajo duhet të pihet gjithmonë para buke në mënyrë që të japë rezultatet e veta. Nëse vuani nga komplikacionet të caktuara, atëherë uthulla e mollës nuk duhet të konsumohet në dietën tuaj, për të evituar kështu problematikat e mundshme dhe për të menaxhuar më mirë gjendjen tuaj të shëndetit. Uthulla e mollës duhet të jetë gjithmonë brenda sasisë së lejuar për të evituar edhe problemet në shëndetin dhe për të rritur edhe efektet e tij më të mira në organizëm. Ekspertët këshillojnë gjithmonë të mos e teproni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.